Historia e radhës që do ndaj me ju nuk është një histori e zakonshme. Ndonjëherë kur një mashkull dashuron ai paragjykohet dhe gjykohet, thuhet si mundet një mashkull të mbështesë një femër kur ajo e tradhton, por realisht kjo ka ndodhur. Ky zotëria ka falur gruas 3 herë tradhtin dhe më në fund ka zbuluar atë gjë që edhe ky vet nuk e imagjinonte se do t'i ndodhë. Unë kam qenë gjithmonë një njeri i thjeshtë. Kam besuar te familja, te sakrifica dhe tek ajo ideja e vjetër se dashuria i mban të gjitha. Kam jetuar gjithmonë me bindjen se njerëzit ndryshojnë, se gabimet falen, se kur jep zemrën tënde nuk e tërheq më kurrë. Ndoshta kjo ishte gabimi im më i madh. Historia ime nisë shumë para se tradhtitë të më thyenin. Kur u njoha me të, ajo ishte një vajzë e qeshur, e ëmbël, me shpirt të ngrohtë. Ishte tipi njeriu që të jepte përshtypjen se nuk mund të lëndonte askënd në botë. U dashuruam shpejt. Martesa erdhi natyrshëm dhe për një kohë gjithçka ishte shumë e bukur. Nuk kisha asnjë dyshim, asnjë arsye të dyshoja te njeriu që e putha në altar. Por jeta më mësoi, ka mënyrën e vet për të çarë shpirtin. Ajo natë më përndjek ende. Unë kisha ardhur nga puna i lodhur, ndërsa ajo ishte më e heshtur se zakonisht. I shihja sytë e saj të fryrë, por nuk fola. Mendova se ishte lodhur. Rreth orës 1 të natës, kur ajo ra në gjumë, telefoni i saj vibroi. Unë nuk jam nga ato burra që kontrolloj, por diçka brenda meje u çua si një alarm. E mora telefonin. Nuk e haroj dot. Trupin tënd sonte. Ishte ky një mesazh. Me atë fjalim u drodh trupi. Mendova se mos ishte ndonjë shaka, ndonjë shoqje, por jo. Ishte një burr, një emër që unë nuk e njihja. Kur e zgjova, ajo u ngritet turpullt. E pash në sy dhe e pyeta: "A ka dikush tjetër?" Ajo nuk foli, vetëm qau dhe me lot më pranoi: "Po, ishte një gabim, ishte vetëm një herë, më fal." Unë nuk e di pse, por e fala sepse e doja, sepse nuk doja ta humbisja, sepse besoja se një tradhtim mund të ishte një rëshqitje, një moment dobësie. Nuk kaloi shumë, mbasi një vit, gjithçka dukej sërish normale. Harruam, ose të paktën unë u përpoqja të haroja, por zemra e një njeriu të vrarë nuk shërohet aq shpejt. Një ditë kur u ktheva në shtëpi më herët se zakonisht, ajo doli nga banjo e rregulluar me rroba të reja. Nuk ishte ndonjë datë speciale, nuk më tha se ku do shkonte. Unë nuk e pyeta, por diçka më ngul si gjilpër në stomak. Më vonë, kur ajo shkoi që ta bënte dushin, i ra telefoni në tavolinë. Shkruante nga mesazhet, e hapa dhe pash histori të tjera të vjetra disa javëshe. Bisedat zjarta, plane takimesh, fjalë që unë si ja kisha thënë asnjëherë sepse mendoja se ishin shumë vulgare për të. Ajo gruaja ime i shkruante tjetrit: "Kur jam me të ndihem bosh, me ty ndihem shumë e gjallë." Ajo fjali më vrau më shumë se sa mendova, se zemra do më pushonte.
Kur e përballa, ajo nuk e mohoi. E vetëm uli kokën dhe qeshi me nervozizëm. Si një njeri që s'dinte çfarë të thoshte. Po, gabova. Nuk e di pse po e bëj këtë. Nuk jam mirë. Unë i thyer, prap e fala. E fala sepse mendoja se ndoshta isha unë fajtori. Ndoshta unë nuk i kushtoja mjaftueshëm vëmendje. Ndoshta ajo kishte nevojë për më shumë dashuri. Ndërsa sot e kuptoj se nuk ishte faji. Herën e tretë nuk pati mesazhe, nuk pati shenja, por pati një instinkt që nuk më la të qetë. Një natë kur ajo më tha se po dilte me një shoqe, unë ndjeva se duhej që ta ndiqja. Nuk jam krenar për këtë, por hezitimi më vrau shumë herën e parë. U nisa pas saj me makinë. Jo afër, vetëm aq sa të shikoja lëvizjet. Ajo nuk shkoi te shoqja. Shkoi në periferi, në një vend të errët, në një lokal ku unë s'kisha qenë kurrë. Dola nga makina dhe e pash teksa dilte duke qeshur me një burr. Një burr që e mbante për beli. Ata u përqafuan, u puthën. Aty thjesht u mbylla brenda vetes. Ju afrova vetëm kur ai iku me makinë dhe ajo u kthye të më merrte frymën. Nuk bëra skena, nuk bërtita, nuk qava, vetëm i thash pse. Edhe ajo ra në gjunjë të lokalit duke qarë me zë, nuk e di pse po e shkatroj jetën time. Të lutem, mos më lër. Dhe sërisht, unë si idiot siç isha, e fala. Por herën e katërt mu ndal fryma. Asgjë nuk të përgatit për tradhtin, por ajo që përjetova herën e katërt është diçka që as filmi më i errët nuk e përshkruante dot. Ajo ditë filloi si zakonisht. Unë u ktheva herët nga puna sepse pata një kamp, një krap në krahëror. Mora rrugën për në shtëpi, duke menduar se ajo do të më gatuante diçka të ngrohtë. Se do të më pyeste se si isha, se si ndoshta sot do kujdesej për mua. Kur hapa derën, shtëpia ishte e heshtur. Por nga dhoma jon vinte një tingull i ulët, një psherëtim që mua më ngriti qimet. Zemra më ngri. Hapa derën, dale nga dalë. Ajo gruaja ime, ai vëlla im, gjaku im, njeriu që e kam rritur krahas vetes, njeriu që ka ndihmuar në çdo hap të jetës, ajo s'ken më paralizoi. Ajo tentoi të mbulohej, ai u ngrit i turbullt, të dy më panë sikur unë isha fajtor. Ajo filloi të bërtiste duke më thënë, nuk është ajo që ti e mendon. Po çfarë ishte? Çfarë tjetër mund të ishte kur i gjen bashk në shtratin tënd, në shtëpinë tënde? Dhe sidomos vëllau im. Vëllau im nuk foli, asnjë fjalë, asnjë kërkim falje, asnjë shpjegim. Vetëm uli kokën. Aty diçka brenda meje vdiq. Nuk bërtita, nuk reagova, thjesht u ktheva, mora xhaketën dhe dola. Ajo më ndiqte duke qarë, më mbante nga krahu, mos ik, të betohem se nuk e dua, ishte një gabim, ishte dobësi.
dhe unë i thash fjalët e vetme që më dolën në atë moment. Një grua që tradhton burrin e saj me vllaun e tij nuk gabon, ajo shkatron. Dhe në atë moment, ika pa me kthyer kokën. I lash të dy aty, në shtëpinë që duhej të ishte tempulli i dashurisë, i yllit dashurisë. Ka muaj që përpiqem të rikthehem në vete. Kam ditë që flas vetëm 2 orë. Ka momente kur më duket sikur dëgjoj ende zërat e tyre. Kam net kur ndes dritën sepse më duket sikur do të më përndjekin kujtimet. Por sot, duke rrëfyer këtë histori, dua t'u them të gjithëve. Falja është virtit, por falja e tepruar është vetvrasje emocionale. Një tradhti mund të falet, 2 tradhti mund të diskutohen, 3 tradhti janë alarm, por e 4-ta, së mos nga gjaku yt, është varim i shpirtit. Unë po ngrihem ngadal, por i ndërtoj veten. Po mësoj të mos i fajsoj të tjerët për besimin tim të pastër. Por po mësoj edhe të mos fal më ata që nuk meritojnë faljen. Kjo histori mbetet anonime, por është e vërtetë. Dhe shpresoj që dikush që po e dëgjon mos të kaloj kur në përerësirën që unë kam kaluar. Më thënë, ky zotëri fatkeqësisht ka falur gruan e tij për të 4-tën herë tradhti të njëpasnjëshme. Unë mendoj që tradhtia nuk fal.